Jo, ne thjesht I kemi dhënë një premtim njëri tjetrit për diçka që po ndërtohet këtu në aspektin shoqëror dhe strategjik. Cili është ky premtim? Po është një premtim mes nesh të dysh, edhe është privat, edhe për atë arsye quhet premtim edhe privat, kështu që nuk e kanë dëgjuar kamerat. Edhe unë ju a kam shpreh të gjithë banorëve, nuk e di pse gjithë banorët po çuditen, unë e kam thënë që unë nuk kam pëlqim për një mashkull si Ludo, primadona. Jetu aktru, mos ja fut kohë se ti des për Ludon, ty të pëlqen Ludon. Heke stiqin për Ludon. Mos ja fut kohë. Tani jam afur me Alba. Alba, është vërtet, të pëlqen. Dhe tani ajo më duket se keni përdor juve në një zhurmë, se unë s'mbaj me të pas një puthje faqe aty. Po Alba, po çfarë ndodhi me premtimin? Se di, më duket sikur ka nis ta thyej nga pak premtimin. E ka thyer. Po, nga pak po, sepse unë e kam shpreh edhe shumë mirë. Unë nuk jam xheloze as shoqni, as marrëdhënie, po këtë rast në shoqëri edhe në strategji loje, nuk jam xheloze fare. Dukshëm. Thjesht fjala marrëdhënie është marr dhe jap. Kështu që në rast se unë kam dhënë, pres edhe të marr. Në një marrëdhënie, çfarë marrëdhënie është kjo jotja me Ludon? Çfarë lloj marrëdhënie është? Është strategji loje, është marrëdhënie miqësore, është ajo marrëdhënia që ne pam tek puthja në fund? Puthja në faqe, Luda. Po, është thjesht puthje në faqe, nuk është se ka diçka aty. Kjo është thjesht një marrëdhënie biznesore interesi mes Albës dhe Ludos. Biznesore interesi.